Fshati olimpik i Winter Olympics 2026 në Itali ka mbetur pa prezervativ folas vetëm 3 ditë pas hopjes, sipas raportimit të La Stampa. Një atlet anonim deklaroi se furnizimet mbaruan për vetëm 3 ditë. Gazeta italiane raportoi se organizatorët nuk kishin qenë veçanërisht bujar me numrat, duke theksuar se ishin shpërndarë më pak se 10.000 copë për rreth 3.000 sportistë. Për krahasim, në Paris 2024 Summer Olympics u shpërndan rreth 300.000 prezervativ, mesatarisht 2 në ditë për çdo atlet. Praktika e ofrimit folas daton që nga Seoul 1988 Summer Olympics, si pjesë e ndërgjegjësimit për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme, raporton The Guardian. Guvernatori i Lombardisë, Attilio Fontana, tha se kjo çështje nuk duhet të jetë tabu, dhe se po ofrojnë prezervativ folas për atletët në fshatin olimpik. Sipas tij, nëse kjo duket e çuditshme disa personave, ata nuk e njohin traditën e vendosur olimpike. Ndërkohë, pavarësisht mungesës së përkohshme, atletët kanë në dispozicion ambiente të shumta argëtimi në fshat, përfshi palestër, lojra dhe zona relakse.